Gëzuar Martin Leka. Jara mbrëmja dhe u takuam në Close Friends dhe thoshte miku yt, poeti Teodor Keko. Kështu e ka një poezi. Kujtimi i bukur. Kam disa njerëz të dashur që të cilëve nuk u kam pranuar asnjëherë vdekjen, ndër të cilët është vllai im i vogël. Ju jeni puthur në seancën gjyqësore me Anilën, me Blue Saxin bëj Blue Sex pastaj, sepse duhet të dukesh e seksi. Nga Blue Sax në Blue Sex. Lalieri Pirakit e 313. Fatos Nano pinte gjin, ndërsa ti pije Martini, figurativisht. Emrin tënd, vetmin tënde, trishtimin tënd, Martin. Vetëm Bem Blushi ka shpëtuar nga burgosja. Po tani gjithë s'do shkonin? Me Fatos Nanon, ke komunikim tani? Kam. Rrallë tani, se ai... Mua më duk se kur Fatos Nanon u tërheq më shpejt se sa duhet. Po pa dyshim. Big Brother i pas ka ekzistuar që në kohën e Po. Diktaturës me Hostenin. Martin Leka pse s'u bëre oligark ti? Të kanë propozuar për të bërë deputet në 97-ën? Në 97-ën, kur bëhej edhe drejtësi deputet, as mos ki lakmi as një lloj miliarderi në fund, kur ta ketë shkruar ai, të njëjtën sipërfaqe provën e Dokeni. 2 metra katror. Nuk e kam thënë që jam piktor dhe nuk jam piktor, po unë pikturoj. Është ky. E ke bërë fiks. Çfarë pengu ke me qeverisë periudhë? Çka ka ndodhur? E masakroi shiku, e rrahu, shkoi në spital, edhe është... Do flasim për krye piktorin ton, Edi Ramën. Në fakt, përpara atit, unë kam njohur krye skulptorin. Personazhi Edi Rama tek ty, në vitin 97, Po, kur e çfarë rra... të sjell në mendje kur e ran? Me Bem Blushin, morëm atë Skodën, e me Nikolli Ram, gjithandej, nuk gjetëm gjë. Amani themi kanë rrahë Edi Ramën, na jep tetanosë, s'ka spitali. Sali Berisha gjithmonë e ka thënë këtë. Mund të ketë edhe ka rrahë vllai vet. E ka rrahë vllai vet? Vllai vet, është për si ndoshta. Mua më dukesh si drejtori i përjetshëm i RTS-s. Kur kam lënë detyrën e drejtorit të përgjithshëm të Radio Televizion Shqiptar, ja kam lënë pasardhësit Arkën me 6 milion euro plus. Në atë institucion nuk vlerësohen taftët. Fajet nuk i kanë ata, i kanë këta që i vënë. Kur bën zapping, ndalon tek kanali RTS1 HD? Jo. Unë nuk i di mirë këto rritet e verës, po... Ma shërbeve mua të parës? Po pa tjetër. Gëzuar Martin Leka. Jara mbrëmja dhe u takuam në Close Friends dhe thoshte miku yt, poeti Teodor Keko. Kështu e ka një poezi. Kujtimi i bukur. Gëzuar sigurisht dori përveç shumë gjërave të tjera, ishte edhe mik i verës, mik i pijes, birrën pinte, por ishte kaq i këndshëm sa për aq kohë sa e kam njohur unë, asnjëherë nuk e kaloi, si thua, masën ose të themi që kishte një problem nga pija, absolutisht. Pija ndoshta ka qenë i vetmi shpëtim ose shteg për të në vanitetin e kohës, ndërkohë që ishte thjesht, ndoshta, e keqja e shëndetit të tij, por asgjë më tepër se sa kaq. Kështu që gëzuar jara mbrëmja dhe ne u takuam. Po pim verë të bardhë me daur, është verë e lezetshme, duhet ta kishim ftohur pak, por kështu erdhën gjërat. Po shumë mirë, unë thash që verën nuk jam fan si verës. Po, pse unë mendoja që ti je fan si verës? Jo, unë nuk pi vetë, po e shijoj, pi
aq sa më thot mjeku, por kam punuar në një vend dikur, në një kooperativë bujqësore, që ka emrin edhe të verës, do më thënë, fshati ka edhe emrin e verës, dhe që ka marrë medalje ari në festivalin e verave në Paris. Dhe ky fshat dhe kjo verë quhet Kalmet. Është padyshim vera shumë klasë le të themi klasë dhe që ja vlen të pihet nga njerëz si ju, nga njerëz të bukur. Nga njerëz si ne, të bukur në mendje dhe në shpirt. Padyshim. Tani jemi mbledhur sot, jemi takuar, se për të mbledhur thuhet më shumë se 2 vet. Për të, si thuash, për të festuar 3 dekadat e daljes tënde nga burgu. Do thuash ti, po pse u kujtove për burgun tim në 94-ën? Pse u kujtova? Tani, Lali Eri është e 313 tani, kur ke qenë ti të 313, ai do ke qenë fëmijë. Ndërkohë Lali Eri Piraki të 313, kështu thonë. Fatos Nano në një kohë me ty, dhe ndoshta pinte gjin, ndërsa ti pije Martini, figurativisht, emrin tënd, vetmin tënde, trishtimin tënd, që le ta quanim Martin. Dhe ne sot, të 3 këto pije do i sfidojmë me verë, për të festuar lirin e mendimit, apo jo? Fakt nuk ka jemi 2 gazetarë që do flasim për lirin e medias. Pa diskutim, edhe burgu e ka brenda edhe lidhet me lirin. Tani, kohët ka ndryshuar, sepse edhe koncepti i lirisë dhe demokracisë në krahasim me 30 vite me parë, 30 dekada me parë, si që thatë ju, ka ndryshuar, sepse ndryshon çdo gjë, ka ndryshuar Shqipëria, ka ndryshuar edhe sot mendoj që ka ndryshuar në botë edhe pikpamjet për demokracinë. Ne ende jemi në një fazë ku jemi në një dilemë nëse është vërtet demokracia sistemi më i mirë apo ka ndoshta edhe ndonjë sistem tjetër që mund të jetë më i mirë se demokracia. Do më thënë, është paka shumë një paralelizëm mbi komunizmin, ose më saktë mbi socializmin. Unë anoj nga pjesa e socializmit, do më thënë, po të më thotë kush si ndjesh, ndjem socialist në ide, por edhe atëherë komunizmi dhe socializmi deformoheshin, ashtu siç është deformuar sot demokracia. Unë nuk e di për çfarë sistemi, po të marrim Shtetet e Bashkuara të Amerikës sot. Dhe presidentin Donald Trump, që është sot. Se e kisha ndërmend ta bëja si pyetje, po. Unë nuk mendoj që kjo është demokracia siç ne paktën për 3 dekada e kemi stimuluar, përkrahur, e kemi bërë si një lloj idoli të vendit të parajsës dhe demokracisë utilitare. Sot, po të shohësh atë, presidenti e Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të gjitha çfarë ai bën, sepse kështu është sistemi demokratik atje, unë mendoj që ky nuk është shembulli dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës me presidentin Trump, për shembull, nuk mund t'i referohesh si simbol i demokracisë. Çfarë? Është diçka tjetër, është një autoritarizëm, është ndoshta fjala më e përshtatshme që mund t'i shkoj. Se kam përdorur edhe fjalën, termin diktaturë. Diktaturë në kohë moderne, si thuash. Mund ta thuash, diktaturë nuk është e plot. Nuk është e plot. Sepse diktaturë kishim ne dikur, por është afër. Domethënë, duhet të gjetur mënyra se çfarë sistemi ta quajmë. Prandaj them unë që edhe bota sot është në kërkim të vetvetes për të gjetur ekuilibra të tjerë
geopolitik dhe strategjik dhe ka të bëjë edhe me faktin se kush është sistemi më i mirë. Është një sistem autokratik, demokratik, është një sistem si që kanë vende lindjes mbretëri e tjera. Ndoshta një lloj miksi mund të ishte, por këto vetëm avokat ngjela mund t'i trajtojë, unë nuk mundem. Avokatin do e ftojmë prapë se e kërkojnë shumë avokat ngjela, nuk e di pse kanë kaq shumë qef. Kanë fiksim. Ne kemi mik vjetër. Atëherë bëjmë gëzuar për ty. Unë për avokatin po bëj, ti për mua. Për avokatin, okej, për avokat zgjelur. Me që jemi të dy në fushën e medias, po ti je, si thua, është gazetari orëve të para. Ti ke sjellë demokracinë në gazetari, apo jo? Edhe ke paguar pak në lëkurën tënde. Kur unë nica, më lut Anila, ime shoqe. Që atër ishte ase dashura ime. Ase dashura, një njohje sipër. Në fakt, ishte një njohje, nuk e kisha marrë përgjigjen pozitive, madje i shkruajta duke ditur që unë neni për cilën akuzosha ishte 10 vjet, i kisha thënë që kjo punë mbyllet tani këtu, sepse ne i kemi ndarë rrugët. Dhe sigurisht kjo... Ashtu i the, a? Po, dhe sigurisht kjo ndoshta krijoi atë tendencën që lidhja të bëhet më e fortë. Sigurisht, unë s'mendoj asgjë tjetër përveç saj, por po them që më tha që të lutem mos fol shumë për burgun, sepse ne i kemi te i kaluar ato, por janë ngjarje që duhen kujtuar. Po tha sot? Po, para se të nisesh. Okej, mirë, s'të flasim. Që nuk dua të flas shumë për burgun. Jo, unë mendoj që është një periudhë e errët, jo vetëm për mua, po për gjithë historinë e shtypit shqiptar. Keni qenë grupi jo aty? Po, pa diskutim. Grupi Koha Jon, i gazetës Koha Jon. Unë mendoj që Koha Jon, në ndërtimin e Nikol Lesit, kishte, ose më sakt ishte, po perifrazoj këtu në Eritan Cekun, në fakt opozita e vërtet e asaj kohë në Shqipëri, në fillimin e viteve 90. Sigurisht edhe opozita e majt ishte gogja, sepse kishte në krye një lider, e them pas një lloj hezitimi, një reformator, një socialist të vërtet, një njeri të ditur, siç ishte Fatos Nano, i cili edhe në pikën e kulmit të vet biologjik dhe të pjekurisë vet politike, diti të tërhiqet nga politika, në ndryshim nga ata që kemi sot, për shembull, po i përmend me emra që... Po ta them unë për Keketi. Po. Për Sali Berishin. Po, dhe që nuk tërhiqen nga politika edhe në moshën që ka. Kështu që është pjesë e asaj gjithçkas që ka ndodhur në Shqipëri dhe që ne në halën hapa mbrapa. Unë jam i sigurt dhe këtu prap jam me avokatin që nëse Sali Berisha do të tërhiqej si ish homologu i vet Fatos Nano, sot do kishim tjetër qeveri në pushtet, tjetër sistem, tjetër... Mua më duk se kur Fatos Nano u tërheq më shpejt se sa duhet. Po pa dyshim, ishte. Apo ndoshta kjo është taktika e njerëzve inteligjent. Inteligjent, që duan të tërhiqen në momentin që do ngelet fiksim. Janë njerëz realist. Do më thënë, Fatos Nano ishte njeri i kulturuar, para së gjithash, pa diskutim që ishte dhe është patriot, dhe historia kur të shkruaj do kujtoj se sa patriot ishte Nano nëse ka parasysh luftën e Kosovës, çfarë ndihme ka dhënë gjatë asaj periudhe, ashtu siç
ishte i dënuar politik, haptas politik, në burg dhe ka bërë mbi 4 vite burg, kot. Vitet më të bukura ka thënë ai. Vitet më të bukura të jetës. Kam kaluar vitet më të bukura të jetës në burg, po. Po, dhe në kohën kur Shqipëria ka nevojë për Fatosnanën, kur u dorëhoq, kishte nevojë për Fatosnanën, jo Fatosnanën për Shqipërinë, ndoshta, ai u dorëhoq sepse është njëri i ditur, i zgjuar, njëri realist dhe la pas homologun e vetë që e kishte futur në burget tjera dhe nuk dit as sot pas kaq vitesh, kur edhe në moshën biologjike kuptohet që është në një moshë që rrallë shumë mund të pretendosh se mund të sillen diçka të re në një vend kushdo, për më tepër në Shqipëri. Të pyes për të dy. Me Fatosnanën ke komunikim tani? Kam. Rrallë tani, se ai, si që dini, ka pak probleme shëndetësore. Më rrallë, por po. Është mirë tani, do më të në qa thuet për të? Është mirë. Jeton këtu apo në Vjenë? Këtu. Tu, ka kohë që jeton këtu, që... Po me Sali Berishën? Ke komunikim, apo... Jo, komunikim shumë, po e kam takuar disa herë, edhe për shkak të detyrës, kur isha për shembull drejtori i përgjithshëm i Radio Televizionit Shqiptar, kur vinte për biseda, takoja. Jemi takuar, bile në një nga këto biseda, i tha dikush, prej Zoga i tha, takoja Martinin, tha se e kemi pas edhe në burg. Jo, tha, e kam falur. Po në fakt duhet të thojë ti që e ke falur, jo? Në fakt unë i kam falur, jo vetëm Sali Berishën, po të gjithë ata që kanë bërë të mundur. Kam falur edhe shokët e mi, ndoshta që nuk thanë asnjë fjalë, që kishe kaluar kohë me ta gjatë kohës së burgosës time, dhe që duke qenë vendi mbyllur, duke mos ditur çfarë është demokracia, thjesht për arsye politike, njerëzit u bën shumë armiq sa nuk komunikuan me njëri tjetrin. Dhe kjo është e tmerrshme ta kuptosh që njerëz që kemi ndarë në fakultet, fjala vjen, gjithçka, nuk po them thjesht vetëm bukën, po gjithçka, kur merrnim rrobat e njëri tjetrit, mbaj mend që në atë varfërinë e madhe, pas shumë vitesh, në vitin e 4 në universitet, unë ka qenë një blusaks, ishte në modë atëhere. Gjyra blusaks. Gjyra blusaks, ishte në qa vitesh bëtje? Në vitet 84. Në vitin 84, unë e bleva me në fund. Një blusaks. Një blusaks, e qepa, golf, këta dimë, dhe a i ka bërë gjiro në sa njerëz. Do me thënë, me blusaksin bëj bluseks pasaj, sepse duhet të dukesh e seksi. Nga blusaksin, bluseks, fix. Dhe pasaj, këta njerëz, kur filluan ndryshimet demokratike, u shkëputën çdo gjë. Kemi ndonjë emër këtu, apo? Janë emra që nuk janë publik. Nuk janë publik, mund të jetë ndonjë publik, por nuk ja vlen, sepse nuk kemi ardhur sot për këto. Por historia e shtypit është krejt tjetër gjë në krahasim me historinë time, sepse më pas historia pasaj koha jonë ka prodhuar ngjarje nga më të rëndësishmet dhe që janë kaq shumë sa unë nuk di të them. Di një herë, kur plasi bomba e Vefas, ishim dhe si të gjithë, papërshim. Nikol Leci, unë, Frok Qupi, Aleksandr Frangaj, gjithë, Armand Shkullaku, Andi Pusha, gjithë erdhen, na morën... Që janë edhe sot paria e gazetarisë, thuash, po? Erdhen e na morën gjithë na quan në komisariatin numër 2. Kemi ndënjur disa kohë, sepse dyshonin që mund ta kemi vënë ne bombën. E kupton çfarë fantashkence politike mund të kishte regjimi, domethënë që me qenë se është opozitare Gazeta Koha Jon,
këta mund të kenë vendosur bombën tek dyqani i zhvefës duke Do të thonë, regjimi Sali Berishës, po thua? Për atë po flasë, sigurisht. Po pasaj vjen 97, pasaj që ka një ka histori të tjera. Tani gëzuar njerë për ty që je mirë dhe je shumë gojëmbël dhe ke një bisedë shumë të këndshme. Më thënë, je muhabetçi i lezetshëm, nëse do ta themi kështu. Nuk e thonë gjithë të për hajde. Unë po e marrë si kompliment. Jeta jote më është dukur si një film. Dhe sa po bëm një sinops të filmit të jetës tënde. Një djalë i rritur në një familje me shumë fëmijë, me 9 fëmijë apo jo? Po. Në një fshat të Lezhës? Në fshat një Mirditës kam lindur. Të Mirditës. Aty afër pas shkuket tuneli. Domethënë, ndajeni Shëngjin quhet. Me frokun njiheni që atëherë? Me frok çupi? Jo. Domethënë u ka lidh jeta më pas. Unë kam ikë shumë i vogël nga andej. Po, dhe pastaj ku vendosët? Në Lezhë. Në Lezhë. Në një fshat të Lezhës. Në një fshat të Lezhës, no? Sa ka lënë zemën, Spiten quhet fshati. Spiten. Është në kufi me Manatin, me fshatin e Preqit. Unë dhe Nikola jemi nga një fshat. Nikollese. Po. Domethënë është 6 kilometra pa hyrë në Lezhë. Po njiheni që atëherë të dy? Po, me Nikollën po. Jeni miq tani? Po, patjetër. Patjetër, ëh? Patjetër, po. Edhe ai e pagoi pak të koston e demokracisë, sepse edhe ai u burgos, u arrestua. Po. Si ndodhi që ti u bëre gazetar në një familje ku nuk është se kishit ndonjë njëri të letrave në familje, apo jo? Jo, nuk kishim. Tani, kjo historia ime është histori e gjatë, në fakt. Histori e gjatë edhe histori për personazh filmi. Sigurisht, nuk del emisioni për kaq, po ditë them që familja ime rrjedh nga familje patriotës, si nga babaj, si nga nëna, shkolla dhe deri shkolla e mesme, po edhe më pas, ka qenë një periudhë shumë e keqe bullizimi për shkak të biografisë dhe kur je fëmijë me të gjitha dhjeta, fjala vjen në 8 vjeçare dhe të thot dikush që mos rrini me atë se është i prekur, kështu quhej atëherë, je i prekur. Ose me C në biografi, ka qenë një term, kështu që përdori. Dhe është e rëndë, dhe kjo gjithmonë më jep të forca për të lexuar, për të studiuar. Bile, baba im i thoshte nënës kur më shifte mua, ai ka vdekëri, më ka lënë të vogël fare. Po, unë kam qenë 11 vjeç. Dhe kur thoshte që i thoshte tjemës, domethënë i thoshte mamas time, i thoshte baba, ky ose do bëhet diçka, ose do bëhet budalla se rri gjithë ditën duke lexuar. Ç'a bën ky që rri gjithë ditën? Po, shpresoj të mos jem bërë budalla dhe vjen shumë keq që ti aratisesh nga realiteti, e sigurt. Po më vjen shumë keq që nuk jetoj, ka vdek shumë i ri, 55 vjeç, 54 vjeç, dhe nuk arriti të shifte sa do pak dalin jetë, sepse mbaj mend... Ta shikonte sa budalla u bëre ti, në thonjza. Po, dhe më vjen keq për faktin se nëse mbaj mend diçka, stimuli që ishte në një familje shumë të madhe, ku s'dije ku i t'i bëj qefin dhe ku varfëri ishte në ekstrem. Dhe unë të them që kur vinte njëherë në muaj gjagjaj, që sillte buk gruri, sepse punonte në minjerë, ishte festa më e madhe kësaj bote. Dhe ne refuzonim të hanim bukën e grurit me ushqim, se donim të kishim shijen atje. Domethënë, ka qenë një fshat malor aty ku kam lindur unë, ku bora ishte të paktën 2 deri në 3 muaj të plota, e tjerë. Domethënë, kam kaluar ato gjëra që unë u a them djemëve të mi sot dhe e shohin historinë ndoshta pak me hezitim, se mos ka në... Domethënë është
pa për shumë, unë mbaj me elektrifikimin. Ti ke lexuar me ato qerind? Me qerind, me kandil. Me kandil, s'ka pas qerind. S'ka pas qerind. Dylli kishim në herën, apo ku të gjeje dyllin. Ai kandili ta imagjinosh tani të zgjidhë gjumi aty? Po, i kam bërë detyrat edhe me pish. Me pish. Dhe kur ka ardhë, drita e parë. Sa vjeç ishe ti kur u elektrifikua? Kam qenë në klasën e parë, në mos gaboj, në klasën e parë, dhe hidhnim gjilpëra në tokë, sepse kur i ikte një gjilpër, fjala vjen në tokë, aty harroj se gjendej më. Kurse ku erdhi drita i hidhnim vetë, që t'i gjinim, t'i gjendin. Ndërkohë, shokët e tu në ato kohë, në Amerikë, shionin Elvis Preslin. Po, pa dyshim. Elvis Preslin, po, yjet gëzuar. Imagjino qa kontrasti, a? Po, dhe me pas vjen, ikëm nga ndaj, lash gjdo, unë kam ikur në klasën e 4, fundin e klasës 4, pa ditur asgjë nga jetë se fëmiria ka një bonus të madhë, nga që nuk je fiziologikisht dhe biologikisht i pjekur, mban mend pikrisht ato frekuenca të pakta të kujtesës, dhe prandaj themi ne që fëmijëria është e bukur, dhe mu vërtet më duket e bukur me gjithë ato peripetësit, ato... Po, mund të shkojë në shkollë edhe zbathur. Unë kam shkuar në shkollë zbathur. Qa thua, po qa distance ishte? Po, afër ishte shkolla, po kam shkuar zbathur. Domethënë ishte shkollë, ishte vend malor. Se nuk kishit çfarë... Po s'kishe, po edhe s'kishe. Maksimumi që vishi që atëherë janë sa opinga gome, që i prodhon të dursi. Ja, ujnë e ndalonin ato, mirë ishin, po. Po, aqë sa ishin të reja, po. Tani nga keshuet skamje, varfëri ekstreme, nga skamja në jetën që bën sot, në këtë rrugëtimi nëse rikthen atë shiritin e memorjes tënde, çfarë ke kuptuar nga kjo jetë? Çfarë ja vlen vërtet? Kam kuptuar që në çdo rast dhe për çdo arsye, njeriu e para duhet të jetë i dinjitetshëm. Duhet të ketë dinjitet në çfarëdo lloj rrethane, të ketë disa parime që nuk e mbysim për hir të pasurisë, apo le të themi në të kundërtën skamjes, dhe kam kuptuar që në fund të fundit njeriu duhet të jetë mirënjohës. Armiku më i madh për mua është mos mirënjohja. Në këto kushte, unë mendoj që mos ki lakmi as një lloj miliarderi, qoftë ky edhe Elon Musk. Pse? Sepse në fund, kur ta ketë shkruar ai, të njëjtën sipërfaqe provën e do keni. 2 metra katror. Ai 2 metër që i frikshëm, po. Po, por që kaq do marrë me vetë. Kështu që jep sa më shumë dashuri, jep sa më shumë mesazhe paqe, bëj të pamundurën të rishpikësh vazhdimisht vetveten, dhe të jesh mirënjohës për të gjithë ata që të kanë ndihmuar. Kaq është. E thjesht për mua jeta. Tani do të ta hedh unë verën, se edhe Spartak Ngjelës unë ja odha. Pavarësisht se faleminderit. Nuk e di, mua më pëlqejnë rrëfimet që kanë kontrastin brenda, për shembull, ky rrëfim i yt është i papar. Se për shembull dikush që ka lindur gjithmonë, ka lindur dhe ka jetuar në një jo luks, po në një mirëqenie, e ka pak vijin e drejtë të rrugëtimit të jetës. Ndërsa këto zigzaget janë më të bukura. Ka ndodhur ndonjëherë që ke dashur të
të tërhiqesh nga çdo gjë, dhe të mbyllesh dhe të kaluar në njëra atë depresionin që flasin të gjithë sot në kohët moderne? Po, ka pas. Ka qenë periudha ku nuk më linin të shkoja në shkollën e lartë. Po, edhe ky është një moment që shumë pikant për... Tani, unë isha i ndërgjegjshëm për biografinë. Isha i ndërgjegjshëm edhe pse për hir të vërtetës, unë shumë gjëra i kam marrë vesh pas 90-s, sepse deri në atë kohë nena i mbanin sekret. Se ku qëndronte problemi? Pse ju kishit biografi të keqe? Problemi ishte nga nena. Unë kam daja dhe mi kanë qenë 3 të pushatuar, domethënë vllai i dajes, domethënë me 2 djemt e ri, ndërkohë që gjyshi im shok i ngushtë me Petro Markun kanë vujt të bukë këtu në Tiranë bashkë, bile në 2 librat e tij, Nata e Ustikës dhe Red dhe Guret, përmendej Daje, gjyshi nga Daje, domethënë përmendet me emër, është personazh real. Frog Gjet Kola nga Perlati i Mirditës. Dhe ai u bë mik me atë ndër të tjera, edhe pse nuk pranoi të tregonte që një cigare ja kishte dhënë Petroja, sepse Daja e pinte me lull, Petroja e pinte me cigare të drejtë. Ka dhe foto ai kështu? Ka ca foto? Po, dhe i dha Petroj cigare, polici shkoi i tha, kush ta ka dhënë të? Ai nuk tregoi, polici e ofendoi, e kapi Musteqën. Mi po, në ato kodet e vjetra, po të prek njëri Mustakun është shumë e keqe. Dhe ky ja fut shpull policit, i burgosur, e dënuan prapë. E dënuan plus, do me thënë? Po, plus edhe kështu filloi miqësia me Petrën. Kur doli nga burgu, doli 6 muaj përpara Petros. Mori 8 burra me të armatosur dhe shkoi që ta nxirrte, ta arratiseshin. Ta arratisej Petron nga burgu, ta merrte edhe tiknin bashkë jashtë. Petro nuk pranoi, se tha nuk dua që mjafton një të vritet kush do, le të mos jem unë apo ti, po mjafton kush do të vritet, nuk ja vlen edhe për 6 muaj. E kështu është historia. Dhe kjo ishte historia e biografisë, edhe nga baba po ashtu. Edhe ti e pësove, nga oficer që do të bëheshe, përfundove në agronomi. Unë s'do e oficer, unë e kisha gjitha dhjeta. Mirë po, unë isha i ndërgjegjshëm që s'po më dilte bursa. Po çfarë doje të bëheshe ti atëherë? Unë doja të bëhesha doktor, ose doja këtë shkencat e gjuhëve të huaja. Mirë po, kjo ishte e pamundën, 3 kërkesa ishin. Unë i shkruajta edhe gjuhët e huaja, edhe mjekësinë. Po, sa vlen, kjo nuk... Do me thënë, i shkruajta, thjesht i shkruaj. Nuk ma dhanë. Në fund, pas stazheve, më thanë që vetëm mënyrë për të shkuar në shkollë është të shkoj për oficer, sepse ishte një degë që jo e preferueshme, do isha ato degët e fundit. Pse oficer nuk ishte preferuar atëherë? Jo. Si ishte, ha? Jo. Kishte ndonjë rast, po ja, nuk ishte preferuar. Edhe bëm ato provat e analizat e gjitha, edhe kur vinë në shtëpi, të nesër më thonë jo, sepse ky djali duhet të mbaj armë, se oficeri duhet të mbaj armë me vete. Ky s'mund ta mbaj, se është i prekur politik. Miku edhe jo, iku edhe një vit. Vitin e fundi pasaj, mbaj mend, të kam fal humanizmit të një njeriu që ishte instruktor në komitetin e partisë, nuk jeton. Sot po e mbaj mend, ka qenë një shkodan që quaj Mark Kalaj. Mark Kalaj. Dhe ai ishte instruktor, e erdhi për inspektim fshat, dhe nëna ime i del përpara me ato veshjet militore. Pse i ka mbajt ato veshjet? Po, deri ditën që ka vdek. Edhe i thot, ose ma qoni djalin në shkollë,
të vetmi që i ka gjitha dhjeta, ose me vrisni edhe mua, edhe se s'kam qatë prek, sa luftarake. Si duket, ati i mbeti, iku atë ditë, me vonë, erdi, me tha si të bekërkesh, edhe po ma tha Shqip, që shkruaj 3 agronomi, ishte dega e fundit, për të shkuar në shkollë, nëse bëjmë diçka. Të pak të fitove dhe ato, se... Më doli pas, me doli me shtesat. Me se shtesat, prapë nuk më doli, po, me shtesat, pastaj më doli, dhe shkoja nga Spiteni 6 km, çdo ditë në Lezhë, nga kënaqësia, edhe vetëm për të parë emrin, se afishoheshin listat, edhe shkruheshin me germa makine, po, vetëm për të parë emrin tim, shkoja ditë për ditë në Lezhë, ditë për ditë. Fiskulturë. Po, dhe kjo është shkova, atje pasaj u mora me gazeterie, me gjëra tjera, po ishte të merë edhe për gjithë jeta ka qenë një sfidë e madhe, me thënë drejtë. Shumë e vështirë pas të qenë. Për shembull një sekretar partije që të shef vëngër, që nuk të jep vendin që meriton. Në shkollën e mesme, për shembull, më zgjodhen kujdestar klase dhe sekretarinie që kanë qenë ato shkollat atëherë, se në isha nxënës i mirë, të nesërmën erdhi sekretari i partisë shkollës edhe më shkarkoi sepse unë nuk mund të. Dhe atëherë mbaj mend. Se ka për verifikimin e biografisë. Edhe mi po ishte shumë e keqe për një fëmijë, le të themi, adoleshent, kur në sytë të klasës shkurorëzohet nga një gjë që e meriton, për shembull, tjera, ishte shumë ashtu. Të kalon gjurmë, domethënë, të kalon. Po, la gjurmë dhe atë kohë kam pas problemin e bursës kam pas të një lloj aja vlen të luftosh më, se lufto ul kokën gjithmonë. Lufto edhe vetëm kujdesu mos bën ndonjë gabim, mos shaj njeri. Nuk e di, domethënë, ka pas moment. Është shumë bukur e the. Ndërkohë, me këtë jetën që ke bërë kaq të vështirë, po ndërkohë ke ardhur nga një vend dhe ke çarë në Tiranë, ta themi Troç, ke hyrë në radhët e gjithë këtyre emrave që disa prej tyre ishin lindur dhe rritur në Tiranë. Si ja dole? Ku qëndron ajo forca jote, magjia jote, si thua, si personalitet? Unë mendoj që jam njeri drejt, dhe këtë e mendoj realisht. Do më thonë, duhet të besojmë të drejtësia. Po, duhet besosh tek njerëzit që kanë dinjitet dhe janë të drejtë. Po pse na duket sikur ecin vetëm njerëzit që bëjnë bryla gjithandej? Ecin se kështu është sistemi. Është sistemi tani. Unë mendoj që është sistemi, por është shumë e vështirë për njerëzit e drejtë. Unë ndonjë kaq kohë dhe shkoj deri këtu. Për shembull, mbaj mend që unë kur mbarova shkollën, dega ime ka qenë dega e pemtarisë, e frutikulturës. Ishin vetëm 13 veta nga 600 student, 13 zinin të degë. Ishte dega, si me thënë, mjekësia e agronomisë. E gjithë sistemit të bujqësisë, e universitetit. Kështu që në këtë aspekt, një vend ishte bosh në Lezhë, në quhej atëherë grupi i studimit të frutikulturës, që ishte pjesë përbërëse e komitetit ekzekutiv, edhe s'kishte njëri tjetër, se vetëm unë e plotësoja kushtet që kisha degën. Me emëruan aty dhe një fshatar që ishte shoku imi, shkruan letër, shoku ngushtë imi, shkruan letër, thotë, ky është kështu, pse emëroni atë, edhe mua ato letrat anonime dhe me emra, kanë qenë problemat e. Dhe me shkarkuan nga ajo, domthon pa u emëruar. Mora emërim, po s'isha paraqit në punë. Po atë ditë u bë, domthon, shkarkimi dhe u emëruan në Kallmet, aty ku thash, në kooperativë. Në Kallmet. Po, duhet të shkoj, kam në 3 vjet. 3 vjet atje. Po, edhe atje ka qenë e vështirë,
po ishte një vend me njerëz shumë të mirë, me njerëz shumë të bukur, dhe që luftohesha për faktin që pse nuk vjen me qizme në punë. Shkohet me qizme në punë verë kur, domethënë, deri kështu gjëra ka pasur di. Por i kam përballuar këto. I ke përballuar të i kam përballuar, shkruaja, që kur lindi për shembull koha jon si organi i komitetit shkruaja, kam pas shkruar edhe kur isha student, me ato vështirësitë e mia duke qenë sa më në rregull politikisht, kam qara sa më korrekt. Tani, nga agronomia në gazetari, si ndodhi ky kapërcim? Ke qenë një mjeshtër i fjalës, si që ti që shkruaje, por si ndodhi që u bëre gazetar, se nuk ishte e thjesht në atë kohë. Ja, unë kam mbaruar shkollën e mesme bujqësore Zejmen Lezhë. Shkolla kisha emrin Migjenit, për shembull, mësues në universitetin kisha Rudolf Marko. Rudolf Marko. Kisha pjesë të asaj ishte Ndos Gjetja, ishte prej Zogaj më pas Agimi Saku. Po s'kanë qenë gjithë emra të letërsisë shqiptare të katër. E kam kuptuar sepse kur bënim hartimet, ti ishe njëshi i hartimeve. Po, pas ke qenë si. Dhe Rudolfi krijoi një lloj simpatie, po themi, për mua, dhe që nga që ishte rebel, ai vinte nga Lezhë me një fletore të përthyer kështu dysh, të futur gjë mbrapa, ishte vetmi, domethënë dallonte. Edhe më thoshte mblidhe hartimet, me qonte ke dhoma vet ku ishte, më mbyll të aty edhe thoshte korrigjoj to. I thoja, po ma jep edhe regjistrin se të vëdhe notat. Se duhet të shoh mos që doj, se një nxënës të 10-ës nuk mund të vendosësh 5, po. Thoshte, ti shifi to për ashtu, po ti në fillim vër notën sipas teje, pastaj shif to. Edhe unë kisha 2 nota, kisha notën sipas logjikës time të një nxënësit vitit parë të shkollës mesme dhe logjikën e notës në të gjitha lëndët që kishte dikush, që në fakt nuk kishte, po për të krijuar një lloj ekuilibri, po notën sigurisht e vinte ai, unë nuk e shkruaja notën aty. E normal, se që e shketi pastaj qëse do e shkruaj ti. Me laps në me laps edhe pastaj vendosa. Ai vinte notën e vet. Kështu që kjo ka qenë pjesë e faktit që unë mund të... Ka qenë pastaj revista Hoseni. Po. I dërgova një letër revistës Hoseni, sepse kishte rënë në një kanal afër shkollës, një nga ato Skodat, nga binat e Skodave, që montoheshin në Shkodër. Skodat që transportonin kështu. Po, gabinën e montonin në Shkodër, dhe një gabinë kishte rënë nga stuhia, ku ta di. Mi po kishte një 20-30 ditë që nuk ikte prej aty, edhe unë i paguaj 12 lekë atij fotografit, i morën në shtëpi 12 lekë, dhe ja dërgova Hostenit. Që ishte redaktor Niko Nikolla. Niko Nikolla, po. Baba i Florës, po. Po, dhe atëherë më erdhi një letër mu, se kisha vënë adresën e shkollës. Edhe u bën nami aty, Hosteni, se mjafton të vinte një letër e shtypur me makinë shkrimi, aty bëhej nami. Kishte gjithë ato vula e pulla. Ishte shumë serioze letra, kështu i bie. Po, ajo ishte ishte shumë korrekte, ju falenderojmë, ju përgëzojmë, do mundohemi ta budojmë. Edhe me sa mbaj menun ka qenë botuar. Ishte një rubrik Syri ynë. Syri ynë, sa? Dhe në çdo vend ku kishte të tilla probleme, merreshin me foto edhe botoheshin. Në këtë filan fshat bëhet kjo. Do me thënë Big Brother i pas ka ekzistuar që në kohën e diktaturës me Hostenin, një rubrik aty. Në fakt ishte shumë i mirë, sepse krijonte shumë problematike, dhe shtypi në ndëshin nga tani, në atë kohë, për edhe në fillimin e vitit 90, ka qenë shumë ndikues, dhe që fjala kishte hapësirë dhe duk, si ti themi, në ndryshim nga sot që kushdo që ka një Facebook,
mund të shkruaj dhe të thotë çfarë do. E dieti atëherë kufirin deri ku duhet të arrinte fjala që të mos quhej shkelje ose gabim. Në atë kohë unë e dija. E dija, domethënë, në ato limite mundosha në vitin 1989 apo 90 në fillim, se kuptoj, me gazetën Bashkimi, një njeri liberal, një ndër baballarët e gazetarisë shqiptare të kohës. Kush ishte? Dhe ish kryeredaktori i Bashkimit, Hamid Boriqi. Hamid Boriqi. Hamidin unë e kam shih, ne pim kafe pothuajse çdo ditë me Hamidin. Dhe Hamidi pami njohur fare atëherë e botoi në faqen e dytë të gazetës Bashkimi një shkrim që ishte problematik dhe ku kritikoi komiteti ekzekutiv, me thënë drejt. Mirë po, unë e kisha kuptuar diçka të erën e ndryshimit, domethënë dukej. Çfarë viti, për çfarë viti bëhet? 89. 89. Fundi 89. Kishte filluar pak liberalizimi fakt. Po, dhe ai e botoi dhe unë për një muaj isha VIP-i në Lezhë, kaloja serbes lart e poshtë atje, të gjithë më shikonin me çudi, ky është ai që atje ku ta diun dhe krijoi reaksion të madh. Domethënë kishte tjetër gjë, ose kur vinte Dor Keko për shembull, që vinte me pushime në Lezhë, që vinte me pantallona të shkurta, ai nuk e kishte për zot të futej në komitetin e partisë me pantallona të shkurta dhe binte në sy gjithandej. Ishte një qast që aty e kam fituar unë simpatinë e madhe për Teodor Kekun, para ndryshimet demokratike. Më përpara. Bënte pushimet në Shëngjin. Ai edhe vinte, takoheshim aty ke Pallati i Kulturës, ku rrinte dori në plazh gjithë ditën. Keni një foto të dy që sikur era u merr flokët, është shumë ikonike si foto dhe tregon një marrëdhënie shumë të ngushtë mes jush. E kam pas. Dy shpirtra të bukur dhe rebel, apo jo? To i takojnë të gjitha Dorit. Dori ishte një njeri që unë, me thënë drejtën, edhe sot vazhdoj të them që është diku edhe do vi diku. Nuk e kam pranuar ndonjëherë. Nuk e pranon dot vdekjen e Teodor Kekos, ëh? Jo. Dhe kam disa njerëz të dashur që të cilëve nuk u kam pranuar asnjëherë vdekjen, ndër të cilët është vllai im i vogël, që ka vdekur në moshën 51 vjeçare. Që jetonte në Greqi? Në Greqi. Por sot ka 2 djem të shkëlqyer. S'di ç'a të them, domethënë është ai atje ku është krenar, jam unë krenar. Kështu që po thoja që Dori ishte një njeri i papërësishëm, ishte mik, ishte shok, po të duash ishte vlla, ishte armik po të doje ta bëje, ishte gjithçka që mund të ketë cilësitë e një njeriu nga më pozitive që mund të kishte. Domethënë Dori ishte social. Dukej, fjala vjen kur fliste në parlament, kështu dukej i jegur, ku ta diun, por nuk mund të kishe njëri më social se sa Dori. Dhe mbaj mend një herë kur e kishim lënë te kafe Europa. Sa aty ka pas shtëpinë apo jo? Po, ka pas shtëpinë diku aty. Edhe rrinte aty, edhe shkuam me mora djalin e madh. Fabion ishte 3 vjeç e pak, 4 vjeç. Edhe e lam të luante aty, se kishte vend atje, dhe në një qast, dikush nga kati i dytë hedh shumë beturina tullash, poshtë. Edhe unë mbeta, u shasisa në vend, domethënë ai djali, fati i vet. Shpëtoi, dhe Dori iku me vrap, nga pas pallatit iku lart, se që bëri sa rrëmuja, unë nuk e di se çka bëra. Ndërkohë që unë kisha mbetur shumë, kishte ardhur djali, më thoshte mos u mërzit se mu më kaloi këtu, se kaq i kishte flokët, tullat. Edhe
E zgjidhi domethënë. Shkoi atje u kacafyt. Zgjidh, ore, nuk e di, tha do të çojnë burgë, nuk e di se çka ka bërë ai atje. Domethënë aty e kam parë Dorin domethënë në një format tjetër që nuk besoja vetëm ai rast, po të ma thot dikush nuk e besoja kurrë që Dori do kishte kaq nerva, kaq inat, kaq mëllaj për një veprim apo për një njeri diçka. Shpirt shumë viftarak. Dhe kur është ndarë nga jeta, kam qenë dhe unë tek ceremonia dhe nuk kam parë në ndonjë ceremoni mortore aq shumë njerëz të pikëlluar realisht. Domethënë duket sikur edhe ata që e kishin mik, sikur u iku një person i familjes, kështu e ndjenin domethënë. Dori iku në një moshë ku të gjithë ne kishim nevojë. Unë kam 2 poet që kam një lloj kështu. Dor Kekon, i cili iku shpejt dhe kam plot. Bile I la të gjithë të brengosur. Ku erdhi një herë, rrinte shumë vinte aty ke zyra ime, bënte muhabet. Bënim shumë muhabet, bëri një poezi. Po, të ka bërë një poezi. Kam një. E ke me vetë? E kam rrujtë. Ja, kjo është. Si mund ta fokusojmë? Edhe Dori. Poezia që ta ka dedikuar ty, ë? Po, dhe që titullohet Akrostik Martin Lekës, është botuar kjo. Atëherë, tek botuar vëllimi ti me poezi. I parafundit në Bugur. Akrostik? Ne bënim muhabet, ai shkruan të vizaton të në letër, unë zdia gjë. Tani, akrostik është që emri yt, gërmat e para të çdo vargu, po janë emri dhe mbi emri. Janë emri dhe mbi emri. Kjo është gjinia dhe stili në letërsi. Se e di unë se këto kam studiuar. Edhe ta bëri në zyrë këtë poezi, ta shkroj. Po, edhe unë e mbajta, kur kam lënë në zyrë. Po, shkrimi Dori dhe letër, gjithë. Edhe shkrim. Edhe ajo, vizatimet lartë. Edhe vizatimet i ka bërë? Thjesht më ka marrë një fletë blogu, mu e ka grisur, ja. Ja, të kam zili që i ruan këto, unë nuk e me aftë ruaj nga këto kujtime, si ke ruaj? Realisht. Ka lidhje me atë ndjeshmërinë që kam unë për këta njerëzit të cilëve nuk kam pranuar vdekjen, fjala vjen. Dhe kjo është ajo, për shembull, kam edhe disa kujtime të vllajt që i ruaj kështu. Por i ruan edhe Anila, domethënë i ruajnë edhe çuna. Jeni të dy si çift, edhe ti dhe Anila jeni të dy. Për këtë gjë jeni shumë të mirë. E di, e kam kuptuar. E di, po për Anilën mos thuaj se Anila edhe mund jo këtë domethënë, po unë dua të ruaj çdo gjë, me thënë drejtën. Unë dua të ruaj çdo gjë nga koha. Sa do, po kaq hapësia kemi ne për të ruajtur gjëra. Se duhet të kemi vila dhe duhet jemi oligark. Po, atë se kemi, kështu që... Martin Leka, pse s'u bëra oligark ti? Një thyrje bisede, se do rikthehemi prapë te Teodor Keko dhe te kjo poezi. Po, sepse kisha mundësi të bëheshe. Të kanë propozuar për të bërë deputet në 97-ën? Në 97-ën, kur bëhej edhe drejtë deputet. Po, kush nuk bëhej atëherë? Po, më thirrën në selinën e Partisë Socialiste, nën kryetarët, edhe shkova bashkë me Regjina Nanën, gruan e Fatos Nanës, po. Unë i kam miq ata, e them hapur që me Fatosin, me Regjinën, me Tjatin, me Marien, me maman me motrat e Fatosin, me mocën sidomos, unë kam miqësi, sepse shkoja shpesh, shkoja për punë, më duaj Fatosin, për shembull, intervistën e parë që ka dhënë 2 orë përpara se të hymë në burg, e ka bërë me mua. Edhe kur i thash Fatos, a mendon që kjo thirrje në prokurori do, po edhe mund të mos kthehem. Kështu që unë mendoj që ai
është një ndër bile ishte mik, edhe pse politikë ishin të ndryshëm, Dorin me nanën e vlerësonte, ishin miq, po. Ka qenë në varrime, ka qenë kur erdhi Fatosi për varrimin e mamas, jemi takuar, kemi aty ka dhe fotografi. Edhe kështu, në 97 më thirrën edhe unë thash, më vjen keq, nuk e pranoj, e kishte shkruar Fatosi, e kishte lënë me shënim 3 emra që duhet bëshin deputet për kontributin. E pari, unë nuk isha antar i Partisë Socialiste, e dyta, më dukej sigur unë gjithë të luftë e kam bërë për sepse idealizmi ndoshta edhe sot tek disa njerëz ende qëndron, sepse ne gazetarinë e bëjmë për idealizëm, nuk kishim shkollë gazetarie. Kishim mbaruar shkollë gazetarie, për idealizëm, unë nuk ja lejoja vetes që të merrja një post, le ta quajmë, siç është deputeti, dhe që njerëz që kishin kontribuar për Partinë Socialiste e tjera, të liheshin ja, pse duhet të zgjedhja vendin e dikujt. Unë edhe nuk pranoj. Po kush ishin ato 2 emrat e tjerë? Unë nuk e di. Jo, realisht një ndër 3 emrat. Bile këtë, bile më vonë, kur Fatosi u bë kryeministër, që rrinte tek vila këtu ke parlamenti, ish vila Mehmet Sheut, pasi Fatosi iku nga detyra, takoj kryetari e grupit shoqërimit. Thot, si ka mundësi, thot, që gjitha ato vite ti nuk erdhe asnjëherë te vila Fatosi. Po pse duhet vije? Kush më ftoi mu? Por e tha, ti tha, e ke pas emrin me familjen. Aty do një njeri që mund vinte në çdo kohë, ishin disa emra, dhe ti kishe emrin aty. Dhe unë jam çudit që s'kam pasur herë. Unë nuk kam shkuar, edhe për shembull, unë tek zyra Fatosnanës, kur ishte kryeminist, nuk kam qenë asnjëherë. Nuk kam kërkuar asnjë post, as atit, as Ilir Metës, as Sali Berishës, as Edi Ramës, absolutisht asnjë. Domethënë i kam patur miq atje dhe nuk e di, kështu jam unë. Kështu është tipi yt. Kështu është tipi. Edhe ata nuk është se kanë treguar ndonjë përveç rastit Fatosit. Nuk është se kanë ofruar diçka, jo, siç e bëri Fatosi. E them të edhe nuk e kam për gjë, kanë parë zgjedhje tjera tek njerëzit, cilësit tjera le të themi këta di unë. Ja, po duhet të jesh pak më... Nuk jam njeri që loboj. Nuk jam. Pak më lobist. Çfarë të ka bërë përshtypje nga këto vargjet e poezisë? Që ti mendon se ta ka kap atë pikën e dobët të Dërkeko? Unë nuk e kam, domethënë, unë mund ta kem lexuar 2 herë të poezinë. Atëherë? Në përmendësh, po. Edhe, ose kësaj radhe që morë, unë nuk e kam lexuar. Mua më pëlqen fakti, dhe gjithë shka është në faktin që ky ka bërë një diçka për mua. Kaq më mjafton mua. Kurse për cilësinë e poezisë më mirë e bën ti se sa unë. Por që thjesht ndihem shumë i nderuar që ai ka bërë një poezi për mua. Shumë e bukur dhe ka futur në vëllimin e tij poetik. Po, e ka futur. Martin Leka. Po. Ka, me që përmenda Dorin dhe kohën tonë, më duhet të përmenda një poet i cili sot nuk shkruan, jeton për fatin tonë, e kemi, dhe ky quhet Gjevahir Spahiu. Me Gjevahirin, gëzuar një herë për Gjevahirin. Gëzuar për Gjevahirin. Nuk e di se si vazhdon jeta e tij, sepse është jashtë vëmendjes publike komplet. Del për ditë, pi kafe, ka shumë vështirësi në të komunikuar, artikuluar, me vështirësi, por mban mend shumë. Për shembull, mua më mban mend
Koha jonë. Çfarë pengu ke me qeverisë periudhën? Çka ka ndodhur? Se ka ndodhur një situatë atëherë që unë e kujtoj si të njëjtën. Vitin 97 ishte viti që e dim të gjithë. Për shembull, askush kur unë shkova në Vlorë bashkë me Frok Qupin në 97 që u hapën ato depët. Atje janë hapur depët, e kemi qenë të pranishëm aty dhe kur unë raportoja manë shkullakut këtu në redaksi me telefon, gjërat, edhe ai nuk e besonë, thoshte, ky do jetë çmendur, ishin gjërat të pa imagjinueshme. Por që ka ndodhur dhe në ato kohë të azirash, kur ne botonim gazetën, kur ishte mesi marshit në mos gaboj, erdhi me një tuf poezish, po sërish për t'i botuar të koha jo. I lexuam poezit, edhe mua ishin shumë të bukura, por ishin në ekstrem kritike me regjimin. Dhe që unë duke ditur se çfarë regjimi kishte, realiteti. Që mund ta pësonte në një farë mënyre, po. Unë nuk ja botova. Të nesëm erdhi prap. Dhe nuk erdhi ditën. Ti doje që ta mbroje nga ndonjë rrezik, nga ndonjë. Sikur e ndjeja. Erdhi pas dite. Njëherë më kritikoi shumë pse se kisha botuar. Unë sigurisht gjeta 1000 arsye shkaqe dhe e binda. Edhe sipas meje e binda, po ndoshta jo. Edhe ka ndenjur atë natë për të mos e zgjatur deri në orën 11 kur ne duhet të dërgonim bocetin në shtyp shkollën, faqe. Flas me Nikollën i them, është me rrezik. Po ç'a ti bëjmë? Po atë mos e botojmë. Po mos e botojmë, dakor, po. Ai kam gulte kështu domethënë, ishte e pamundur. Pasionant si natyrë. Edhe ne ja botuam poezit. Ja botuam e gazetës, e masakroi shiku, e rrau, shkoi në spital, edhe është që atëherë ai ka këtë pasoja që nuk artikulon, apo nuk e di, është thënë më pas që ka pësuar ishemi. Dhe më thënë, nuk ka lidhje. Pjesë ishte vazhdimësi. Kjo ishte vazhdimësia. Po shumë të mërshme. Po pa dyshim. Ai është viktim e regjimit, atyre njerëzve të cilit vetëm për qëndrimin e vetë me poezi politik është sot në atë gjendje që është. Çfarë ishte ajo poezia që vërtet ishte shumë e rëndë për unë nuk e mbaj pushtetin asaj kohe. Po ishte, domethënë, ai kishte derdhur siç mund të bësh ti një shkrim sot kundër regjimit, ai kishte bërë një shkrim kundër regjimit. Domethënë kishte bërë poezi kundër regjimit. Kjo është e gjitha. E tmerrshme, po ta mendosh. Tani ti edhe piktor. Jo. E ke thënë ndonjëherë që je piktor? Jo, se ka momenti tani ta zbulojmë talentin tënd. Nuk e kam thënë që jam piktor dhe nuk jam piktor, po unë pikturoj. Pikturon. Domethënë, po si pikturon, si ka lind kjo dëshira? Kur isha në shkollë mesme, po. Në shkollë, brenda shkollës, kishte studion e vet dizenjatori i kooperativës bujqësore ndër më të mëdhat të Republikës Bregu i Mati, Asim Karaja, ishte një piktor shkodran. Edhe ai me biografi jo të mirë, nga Shkoda e kishin sjell në Lezhë dhe bënte këtë zanat. Se ti ke pas fatin që kanë ardhur gjithë artistët e vërtet atje nga biografia. Unë shkoj aty. Edhe ai pa tek unë një kaligrafi dhe një mundësi për të punuar dhe e ndihmoja shumë. Për shembull, mbaj mend për tërmetin e 79-s ne kemi bërë sa parulla kemi bërë ne, i zote di, e plakate e gjëra në përmure. Unë i shkoja, isha ndim si ati. Po isha dizenjatori i mirë fill, do më thënë, pas i iku Rasimi, unë kam punuar në kooperativë edhe me këtë. Kjo ishte një mënyrë për të shmangur shumë nga punët fizike. Ishte edhe një mënyrë, për të shpëtuar, po.
Më mirë shkruaja një lavdi marksizëm-leninizmit edhe nuk punoja me lopat. Nuk shpëtoja shpesh, po edhe shpëtoja. Këtë e the bukur, e? Po, pastaj punoja në shkollë, kur duhet bënim zbor, unë nuk bëja zbor. Unë shkruaja, bëja tabela, grafiqe, mësimore, gjëra dhe i shpëtoja edhe zbor. Për shembull atë zborin tërmëjor që bëjnë gjithë, unë nuk e kam bërë. Se ke bërë? Po, e kam bërë në universitet, në institut për duke bërë kështu grafiqe, gjëra që kishin lidhje me jetën mësimore. Talentin tënd? Tani, unë e mora, tani unë dola... Unë të thash, ta kërkova unë. Ma kërkova shumë mirë. Tani, kjo është një portret shumë të bukur. Që e ka, është Gjevahiri me mua, jemi duke folë me njëri tjetër. Gjevahir Spahiu. Unë shkëputa këtë fotografi dhe ja kam bërë një vizatim të thjeshtë. Një vizatim, jo nuk është piktur. Vizatim, le ta themi, është ky. E ke bërë fiks. Unë mendoj që në gjanë. Shumë. Po firma ku është? Firma jote është aty? Nuk e kam se unë s'është i përfunduar. Duhet ta bësh, s'është e përfunduar. S'është i përfunduar. Çfarë do i plotësosh? Çfarë do i plotësosh? Plotësoj diçka këtu tek veshja. Jo, nuk do ta lëviz shumë, nuk dua t'i fos ngjyrat. Sepse çdo ngjyrë që mund t'i vë unë nuk është... Do ja prishte magjin. Edhe flokët që ai ka të thinjura, nuk e di për sa vitesh, edhe këtu duken si të thinjura, kështu që syzet, buzëqeshja, është Gjevahiri i vërtet. Gjevahiri ynë është vërtet Gjevahiri dhe është Gjevahiri i poezisë shqiptare, që shumë poezi të tij ka bërë edhe Ardit Xhebrea këngë, që do të thotë që ka gjetë diçka aty një sekret të vargut. Jo çdo poezi mund bëhet këngë. Se do flasim edhe për këtë, se ti ke eksperiencën tënde me festivalin e këngës. Nuk e di sa do zgjash ke biseda jonë sot. Nuk e di çfarë do bëjmë. Do ta bëjmë me 2 pjesë. Anullori ato bisedë. Tani me që ishim të piktura dhe të pasioni për pikturën, do flasim për krye piktorin ton, Edi Ramën. Unë kam njohur... Krye ministrin dhe krye piktorin. Në fakt, përpara atit, unë kam njohur krye skulptorin. Babajnë e ti. Babajnë e Edi Ramës. Kristaq Ramën, kam njohur Kristaq Ramën, kam njohur të gjithë ta, sepse për rastësi, unë e kam shtëpinë në gjithë me studion e piktorëve, tek Komuna e Parisit. Tek Komuna e Parisit. Edhe aty, të gjithë. Zë vend shpreja bëm baba të ngjaj? Në rastin e Edi Ramës me babajnë e ti Kristaq Ramën? Zë vend, por unë mendoj që në kuptimin e artit, Edi nuk e arrin klasin e artit të teatrit. Pavarësisht janë në 2 rryma të ndryshme, pikturë, skulpturë, po unë kështu e gjykoj. E them pa asnjë lloj hezitimi. Po, me qenë se unë kam ndonjur shumë tek studiet e piktorëve, bile një ditë përpara se Kristaqi të shpëtonte, të pësonte infarktin, unë kam qenë një ditë para tek studio dhe atëherë kishim lënë, ai kishte një skulptur nudo që i kishte në proces në balt, edhe ma premtoj në fakt, edhe ndër të tjera, domethënë edhe ky është një peng, unë i ka me pushime në Sarandë, dhe e kam marrë vesh në Sarandë në Gjarin, dhe jam tronditur me thënë drejtën, sepse e kisha një strej, kaloja një kohë shumë bukur me ata kënaqeshin me mua, si i ri, si qunak gazetar, ju thoja ndonjë gjë në ato. Unë sigurisht kënaqa shumë më tepër se mësoja shumë prej tyre. Dhe Kristaqi
ishte njëri ditur, leq thonë ta jo kriminal, se në kohën e Enver Hoxhës, gjitha vendimet i merrte Enver Hoxha. Këta ishin thjesht, Po pra, po të mos firmoste një vendim dikush shkonte në burg, kështu që çështjet që kanë lidhje me sistemin duhet t'i dallojmë. Vetëm kriminal ai nuk ka qenë për mua. Por politikën ta lëm, ai ishte njëri i ditur, ishte erudit, ishte njëri i fjalë pak, ishte njëri që zinte vend fjala, nuk kam asnjë lloj vërejtje për ai, për baban e kryeministit të Shqipërisë. po. Pra, kaq për Kristaqin. Mirë. Dhe kalojmë tek i biri piktori. Te i biri piktori. Jo dhe një pyetje para se të kalojmë te i biri piktori. Këto çfarë do mbaje në zyrë? Në zyrë dhe në shtëpi. Do mbaje një skulpturë të Kristaq Ramës apo një pikturë të Edi Ramës? Çfarë do preferoje më shumë? Po sikur ti mbajmë të dyja. I mbaj. Gëzuar. Kalojmë te i biri tani? I biri. Po te i biri piktor. Në fakt unë Edin nuk e njoh si piktor, e njoh si bashkëpunëtor të rregullt të gazetës Koha Jonë. Aty fillon njësia e të gjithë gazetarëve të Koha Jonë me Edin. Kishte stil, ë? Bënte ato shkrimet publicistike, ka artin e fjalës, ka. S'ke çaj thua. Ai është mjeshtër i fjalës, pa dyshim që ndoshta përveç historisë politike, një ndër ato që do të mbes kur koha të kaloj, tek Edi Rama do jetë manuali i tij i fjalimeve, i fjalës, domethënë, dhe padyshim është autentik, është njëri që di ta përdor fjalën, edhe pse ndonjëherë të ashpër, të rënd, po jo të vrazhde asnjëherë. Po duhet për këtë realitet. Duhet dhe e llogjue. Pa dyshim. Kështu që kur them do të mbes historia e fjalimet të tij, e fjalës të tij, do jetë njësoj si dishepujt fjalës të kohës. E them këtë, nuk kam ndoshta të njëjtin mendim për politikën, po atë që e ka, e ka. Politikën ke rezervë, ha? Po kam. Është me i Zoti në politikë, qëlloj. Unë e them ati nuk do t'i vi mirë, me thënë drejtën, por një ndihmë shumë madhe i ka dhënë homologu i vet në opozit, që quhet Sali Berisha. E thash pak në fillim, unë mendoj që në një opozit tjetër, me një lider tjetër të opozitës, ndoshta do të kishim sot, duke shkruar dhe duke pikturuar Edi Ramën, mund të ishte ndoshta edhe më mirë. Po megjithatë, nëse Edi Rama arrin ta fusë Shqipërinë në Bashkimin Evropian në vitin 2029, atëherë unë mendoj që ja ka vletur dhe po do ta duartorkas. Megjithatë, rezervën nuk ma the, rezervën. Çfarë nuk të pëlqen? Le ta themi hapur se në demokraci jeton. Arroganca, një, dhe e dyta, gjetja e bashkëpunëtorëve e administratës, problem shumë i madh. Nuk dua të zgjatëm, por administrata që shpesh, pavarësisht niveleve, që në nivelet më të ulta, lë shumë për të dëshiruar dhe unë dyshoj ndonjëherë se kanë bekimin e Edi Ramës shumë nga surrogatot e administratës, shpesh edhe që i njohëm e mund t'jenë, ose të kenë qenë ndonjëherë edhe kolegë tanë,
Unë dyshoj që aje e ka dhënë bekimin, por fakti që delegon kompetencat tilla tek njerëz tjerë, edhe pa bekimin e vet, tregon që ai është i dobët. Është i dobët. Në kuptimin e administratës dhe prandaj thash që me një opozit tjetër, unë mendoj që Edi Rama do kishte rënë si flak kashte. Po, cila mund të ishte kjo opozita për shembull? Cili mund të Një ishte si opozitë tjetër përfaqësues? me ide, një lider për shembull që do ja hante kokën Edi Ramës në kuptimin e mirëfillt të fjalës në politikë. Kush do tjetër përveç Sali Berishës që të kishte frym, karakter, të kishte aksion politik, argument dhe jo bojkot të institucioneve, kaq. Se Sali Berishës ai e ka pirë lëngun. Po pa dyshim. Sot gri sallace. Po absolutisht, është në një lloj simbioze që ne nuk e shohim, por që ndjet. Që funksionon. Tani, jo më kohë të pyeta, ti ke bërë në një vizatim si që ke bërë Xheveri Spajutja, ke bërë Edi Ramës? Do ishte shumë e bukur. Të ka shkuar në mendje? Jo, s'm ka shkuar në mendje, se kam parë si karakter, po do ta mendoj. Okej, do ta mendoj. Bëje një se do ishte shumë e bukur. Do ta mendoj, po, edhe do ta dërgoj. Po, ma dërgoj se Xheverit e ka fiks karakterin. Tani... Kurse, po. Jo, do më thoje për Edi Ramën, do më historia... Jo, do të thoja, do më thënë se ne po bëjmë një, si thua analizë, ose një rrëfim të jetës tënde që është vërtet si një film, që i ka të gjitha brenda, dhe aksionin, edhe dhunën dhe dashurin, dhe shohun, se do kalojmë dhe tek pjesë të tjera. Tani, personazhi Edi Rama tek ty, në vitin 97, çfarë të sjell në mendje kur e rahan? Ishim në gazetën Koha Jon, sigurisht Edi shkruan të vazhdimisht tek ne dhe shkrimet e tij ishin ndër të tjera, ishin edhe të bukura, po ishin edhe të ashpra, kundra regjimit, sigurisht. Ndërkohë, ne ishim në gazetë, ishim unë, Nikol Lesi e Ben Blushi, këta mbaj mend, faqosit, pastaj këto janë tjetër gjë. Dhe marrim vesh që pasi e kishim mbaruar gjithë gazetën dhe po e dërgonim shkoj, kishim mbaruar punë, bile edhe faqosin e kemi kthyer nga rruga, marrim vesh duke dalë që në spital kanë rrah Edi Ramën, kaq mundëm. Tani në i verifikim ne nuk kishim, por njeriu që na informoi ishte një njeri i afërt dhe ishte i besueshëm. I besuar, po. Kthehemi, marrim faqosin, e shkruajmë aq sa na lejonte koha, se nuk dilte gazeta pastaj. Rrjedh barbarisht Edi Rama, vetëm një njoftim, faqe të parë atë ditë. Po Edi Rama çfarë simbolizonte në atë kohë? Kush ishte Edi Rama në atë kohë për realitetin? Ishte një zë i cili duke shkruar në gazetën më të madhe shqiptare. Si të thua sot, fjala vjen ose para pak kohësh New York Times. Po, se po ajo ishte shumë e fuqishme atër, po. 70 sami kopja. Po, ishte gazeta opozitare më e madhe në vend. Pa dyshim. Dhe shkrimet e tij ndigjeshin, lexoheshin shumë. Kishte ndikim, domethënë ishte një njeri që ishte një aktivist, veprimtar shumë i shfaqur në ambientet, i spikatur dhe i shfaqur, po në ambientet publike dhe më publike se në gazetën më të madhe s'kishte ku t'ishte. Kështu që ishte. Ka qenë me Lat Mirtuzaj me shokun e vet, pastaj e morën vesh, po çfarë bëjmë ne? Ne shkuam direkt në spital. Në rast se nuk është e vërtet, shkojmë të bllokojmë gazetën, do na dilte gazeta me lajm. Është skandaloze domethënë të publikosh ditë. Po edhe për solidaritet, domethënë ishin të dyja. Ne do shkonim edhe pa të, domethënë, po instinkti na çoi në spital.
Shkojmë atje, gjetëm... Në spital të Ushtarako apo QSUT? Te QSUT. Edhe atje gjetëm Olsin mbaj me nëmë. Vlajnë e ti? Vlaj, nuk e mbaj me në ema. A ishte ajo, Olsi, Kunata, ishin pak njerëz familjet. Edhe ata po bënin gjitha përpjekjet, a ishte i shpërfituar. Ishin në një gjendje shumë të keqe. E peti në atë moment? Po, e pa më futëm në... Pa atëherë ishte spitali, futeshe... Kush do? Pa dogan. Po. Edhe... Po ne ishim... Futeshim do, në gjithsesi. Dhe... Mjekët nga thanë... Nuk kemi tetanoz, manë, kush nga bën dërmanë për tetanoz. Se kishin goditur me levë. Me leva, ishte. Me levë dhe është problemi... Ishte problemi... Pare si ka qënë... Po, edhe... Ndryshku këto, që Po. Dhe... Unë me Benin, me Ben Blushin, morëm atë Skodën, me Nikolë i ram gjithandej, nuk gjetëm gjë. Nikola se ku ikun gazeta, se ku ikun. Pastaj a lam spital, nuk e mbaj me në mirë pastaj, po nuk gjetëm gjë dhe i them Benit unë do shkojmë tek njofun i njeri, se ishte shumë serioze. Agim ka vdek para pak kosh, një farmacis Agim Durmishi, me cilin unë një esha dhe e kisha në lagje, po nuk e dija shpinë, dija vetëm farmacin. Ishte ndoshta në mos farmacia parë, ndër farmacite e para private që u hapën në Shqipëri. Dhe Gimi e njifja edhe për faktin se jati, shok me Kunatin, burrin e motrës time, kanë punu në Tropojën Kukës bashkë, dhe që kisha një kështu, dhe themun, hajde për shkoj shtëpi. Pyesën aty ku e ka shtëpinë, isha ora 2:30, 3 e mëngjesit. Themun, pyes një nga ata që kalojnë rastësisht diku, a di gjë ku e ka farmacin tu, thot shtëpinë ka 2. Domethënë kishte farmacin mbi shtëpinë. Shkoj në bjetë deri 3 natë edhe unë një siklet i madh. Del Gimi shkret, hëmu, qa ndo? Amani themë, kanë rrahë e diramën, na jep tetanosën, s'ka spitali. Direkt, merë qenë se ashtu si që ishte me pijama, hapi farmacinë, më dha tetanosën e quam. Kjo është historia që është shkruar, është përmendur, ku ta diu. Pastaj ndodhën to, ai ishte vazhdimisht tek koha jonë. Tani ç'a ndodhi vërtet, sepse Edi Rama ka thënë që më qelluan njerëzit e Shikut. Ndërkohë, Sali Berisha ka dalë kohët e fundit, jo kohët e fundit, gjithmonë e ka thënë këtë, po së fundi e ka thënë më troç fare. E ka ra vllai vet? Vllai vet, po Olsi ndoshta. Po themon, po i bëj ironi. Jo, ka thënë që ka qenë një konflikt, do të thënë ka qenë konflikt për sherr pasioni. Ishte po edhe Gjevahiri, sherr pasioni kishte. Dëgjoj, ishte situata, Saliu, kush do mund të thoj çfarë të doj, unë kam 1001 vërejtje e kritika për Edi Ramën, por fakti që është masakruar në atë farfeje, po t'ishte për krim pasioni, do kishin pas kohën e nevojshme, domosdoshme, kur do, në çdo ambient, qoftë edhe në Paris, pa ardhur fare në Shqipëri, po. Këto janë gjëra që duan të justifikojnë. Edi Rama ka qenë shumë i pashëm, dihet. Kjo dhuna në fytyrë, se duket sikur edhe dhunua në fytyrë për ta shpërfituar pak. I bëri dëm në pamjen e tij apo jo? Kanë rrahur edhe Teodor Kekun në fytyrë. Ai që do të rreh gjën e parë është fytyra. Është fytyra ajo që... Po, është ajo tendenca për të të shpërfituar. Instinkti, ndryshe, si që bëjnë me kalamaj që ju apin nga një thupër mbrapa dhe vesë, është instinkti dhe jam i bindur që është, e di edhe bufi që ai u masakrua politikisht. Politikisht. Pa dyshim.
është Për t'i mbyllur gojën. sigur, për t'i mbyllur gojën, sepse atëherë, siç e keni thënë dhe ju, që ishit një gjeneratë tërë e gazetës Koha e Unë që rastisi që u burgosët të gjitha, apo jo? Ti, Nikol Lesi, kush tjetër, vetëm Ben Blushi ka shpëtuar nga burgosja. Pse shpëtoi ai? Apo po edhe të e kanë marrë në përkond, po tani gjithë s'do shkonin, e kishin pak më shirë. Gëzuar, u kënaqem me këtë bisedën, pavarësisht se mua më duket si film për vete, se s'kam ndonjë problem. Bisede zakonshme, s'ka gjë. Jo, s'është e zakonshme. Tani, ti pas gazetarisë, mua më dukesh si drejtori i përjetshëm i RTS-s. Kom dënjur sa. Sa vite? 17. 17 vite. Kam bërë gjitha detyrat, drejtori i radios, zëvendës drejtori i përgjithshëm. Edhe drejtori i përgjithshëm në situata... Edhe drejtori i përgjithshëm një 4 vjet, kështu që kam drejtuar në distanca të pakta kohore informacionin, lajmen, apo edhe televizionin, por nuk këto kanë qenë detyrat e mia. Do të thënë e një atë institucion... Satisfaksioni më i madh, pastaj, po, padyshim që e njoh shumë mirë, dhe është një institucion shumë i vështirë, por është lehtësisht i menaxhueshëm nëse je i drejt, nuk vjedh, je njëri social dhe bashkëpunëtor me gjithë stafin. Të tjerat, të gjitha rregullohen. Tani, kur dëgjon këto lajmet që RTS në krizë, RTS nuk ka para, ndryshimet e drejtuesve në kohë shumë të shkurtër, çfarë mendon, çfarë komenti ke? Unë nuk e di se çka ndodhur, por ti përmenda cilësi që duhet të ketë një njeri për tu konsideruar, dhe unë satisfaksioni më i madh që kam për institucionin është fakti që kur kaloj rrugës, mezi kaloj duke më folur e duke më përgëzuar. Se ke gjithë ish vartë si dhe tu. Jo vetëm kaq, po kur mua më ndaloj njerëz që më thonë më ke ndryshuar jetën, është një gjë që i te i kalon të gjitha për masat. Dhe e vërteta është që unë vazhdoj të konsideroj që kam bërë detyrën, por fakti që ata janë mirënjohës, unë e vlerësoj shumë. Nga ana tjetër, ndryshimet në radio televizion janë pjesë e mangësisë që ka administrata e dramës, po edhe e opozitës, e kuvendit, duke sjell njerëz që nuk janë të aftë të bëjnë një punë të tillë. Për shembull, unë kam punuar me shumë këshilla drejtues, po këshilli drejtues më korrekt me cilin unë kam punuar pa asnjë lloj problemi, ka qenë këshilli drejtues me kryetar Agron Tufën. Në ndryshim, domethënë një opozitar, kryetari i këshillit drejtues, mos ketë asnjë lloj problemi me mua apo unë me atë. Dhe është fakti që thamë në fillim, po që i drejt, pastaj nuk ka as opozitë, as pozitë e tjera. Dua të them këtë që kur kam lënë detyrën e drejtorit të përgjithshëm të Radio Televizionit Shqiptar. Në çfarë viti e le? Në 2017. 2017, po. Ja kam lënë pasardhësit arkën me 6 milion euro, po i bëjnë në euro, se lek i thonë 6 milion. 6 milion euro plus, që i thonë suficit në gjuhën financiare, dhe të gatshme kesh, domethënë për të menaxhuar, për t'i përdorur për çfarë do lloj gjëje. Po tani pse është kaq të minus gjejnë arkën me minus? Ç'a ndodh? Po duhet pyet Alfred Peza, ai që ka qenë tjetri. Tani ti kur nuk dua të flas sepse fajet nuk i kanë ata, i kanë këta që i vënë. Që vën këta drejtues? Po pra, njerëz që nuk e njohin. Kur bën zapping me pultin tënd në shtëpi,
ndalon tek kanali RTS1 HD? Jo. Pse? Jo, sepse kjo është gjëja më e tmerrshme për një profesionist kur ke punuar për 17 vjet në një institucion edhe nuk t'jep satisfaksionin dhe kënaqësinë që ta shikosh. Para vitit 2017 dëgjoje ndonjëherë, ke pas dëgjuar shkrime e gjëra të tilla? Unë nuk kam dëgjuar për vete, s'kam patur... Por të shën? Që të flitej kështu, jo. Vedhe kur flisim për festivalin, gjërat që do të themi me vonë, e vërtet, nuk kanë ekzistuar. Nuk flitej fjala korrupsion, kurse tani flitet kjo domethënë, sepse në atë institucion nuk vlerësohen të aftët. Nuk vlerësohen të aftët. Nuk të vlerësohen të aftët. Po çfarë ndodh aty? Mos bëhen më shumë qoka se sa duhet? Po edhe kjo është, janë një sër faktorësh, por unë e kam vërtet shumë vështirë, sepse të flasis për një institucion që i ke kushtuar një pjesë të rëndësishme të kapacitetit tënd profesional, po edhe tjetës tënde fizike, është shumë vështirë. Unë kam punuar në territori i Radio Tiranës në luftën e Kosovës dhe nuk më vjen zor ta them që kemi fjetë gati një muaj në zyrë, sepse ne ishim i vetmi akses për luftëtarët e UÇK-s në Kosovë. Wesley Clark, generali i NATO, shefi i shtabit përgjithshëm. Ai nuk jepte intervistë as për Reuterin, as për BBC-n, për asnjë lloj agjencie në botë, sepse ishte sekret. Por unë gjeta rastin me Guri Leklotin që punonte në ambasadë, edhe i them që e vetmja mënyrë për të marrë vesh me ata, nëse keni çështje propagande, është Radio Tirana, me valë të mesme, shkurta, gjitha, gjata. Kështu që, pse? Edhe ata hynë në kanalet diplomatike dhe a i pranoj. Dhe e ka dhënë intervistën ekskluzivisht për shqiptarët e Kosovës, për t'ju dhënë kurajo, për t'ju thënë që NATO po bombardon për regjimin serb, sepse hodhi bomba dhe në Kosovë, po donte të shkëpusë lidhjet e sistemit ushtarak. Kështu që nuk ishte NATO kundër Kosovës, ishte kundër regjimit Slobodan Miloševićit. Edhe sot asaj dite, ne kemi ndihmuar për shembull edhe përveç tjera për gjetjen e njerëzve që u shpërngulën. Unë vetë kam shkuar në Shkup, kam marrë gozën e një shoku tim e kam mbajtur në shtëpi e tjerë, janë histori të bukura, po që s'kemi kohë. Janë për një libër, ti duhet të shkruash një libër. Ndërkohë që pas luftës Kosovës vjen 14 shtatori i 98-ës, kur kam qenë peng në RTS. Tani, imagjino mu, sot ke në RTS, janë të preferuar e këtyre, ata që pushtuan në RTS, po nuk jam unë. Edhe këtu unë i ve pikë RTS. Po për festivalit pastaj flasim gjithë ditën e gjithë natën bashkë. Po festivali është një çështje tjetër pastaj. Janë gjëja më e bukur që më ka ndodhur. Dhe jam shumë krenar që mbi 10 apo 13 festivali që kam bërë unë, janë pothuajse të gjitha të kualifikuara në Eurovision, dhe që përmban një ndër to, përmban edhe rekordin e përfaqësimit tonë në Eurovision. Vendi i 5, kulmi, me Rona Nishliun. Dhe personalisht kam vuajtur për ta bërë këtë gjë. E nuhati që në fillim, që Rona Nishliu mund të este në Eurovision? Se ekziston ajo kontradita. Pa dyshim dhe për të kam luftuar, po është krejt personale kjo. Ashtu si që kam luftuar për shembull për Aurel Agaçën dhe Ferdinand Dedën. Në fakt, unë atëherë i kisha të dy. Bëhej një festival, që viti ka qenë, nuk ka fati unë shpresë dhe marrëzi. Me muzikë të Ferdinand Dedës, kisha ngrit grupin unë, edhe nuk e kishin kualifikuar. Këto grupi brenda RTS-s. Ta muzikantët. Edhe grup, po. Dhe
Tani ndonjëherë njeriu duhet bëhet edhe drejtor, me zor. Po. Edhe unë vendosa në ndryshim nga rregulla, është ndër të vetmet raste që unë e kam shkelur rregullin, edhe i kam thënë ish udhëheqësit artistik atëherë Xhani Ciku, që Ferdinand Deda do futet në festival dhe pik. Hasa kundërshti nga ata, edhe ata me të drejtën e tyre, se edhe ky vlerësimi subjektiv është ndonjëherë, edhe nga ata. Por, për mua ishin dy ikona që mjafton vetëm prania atyre, aty do i bënd të ndere festivalit dhe unë nuk isha dëgjuar këngën fare. Thjesht kombinimi i dy emrave ty të... Ishte në shumë, si thonë, ishte në... Jo e përfunduar, dhe mos. Aha, demo, ishte demo, po. Ishte demo, se s'pëm vinde fjale. Dhe unë nuk isha në gjendje ta vlerësoja. Ata e vlerësonin, por unë thash, kjo do futa dhe pik. Dhe nga 32 këngë, thash, o bëheni 34, o bëheni 31, edhe u bëhe 34, mos ka po ushtrua edhe një tjetër. Ushtrua edhe se bëjnë një lëshim aty? Po, ishte një klasifikim, për shembull, se në kohën time vjenin 120-150 këngë. Nuk porositeshin këngët. Vonë filluan pastaj të porosishin si festivali e kuptoj. Para kësaj që ishin udhëheqës artistik dhe prezantues të marrë në një televizion tjetër dhe që i porositën vetë. Merë në Prishtinë dikëve, nuk bëhet ashtu. Po që konkurs, festivali fillon ditën që mbaron festivali i fundit. Me 6 janar kur fillohet puna, po me 3 janar, fillon puna për festivalin e dhjetorit. Ta fillosh tani në shtator festivalin, si u filloha. S'ka filluar ende, po. S'ka filluar. Kështu që ka ndryshuar shumë, edhe si strukturë, por janë gjëra të bukura shumë këta. Festivali është eksperiencë fantastike, thua? Është shumë e mirë, pa dyshim, dhe që Shqipëria në fakt nderohet me. Duhet të kujdesemi shumë të gjitha forcat muzikore që të mos e bëjnë monopol të disa njerëzve, por ta hapin festival dhe ta bëjnë festival. Për mua pasaj, ai festival duhet ndarë sot. Po t'isha unë zdo ndaja, po sot duhet ndarë nga Eurovision. Do të bëjnë një edicion tjetër, një mënyrë tjetër qoftë edhe duke përfshirë televizionit tjera e festivalet tjera, për të gjetur një këngë për Eurovisionin, që t'ju përshtatet pikërisht atyre, po festivali do të mbes festival. Po, ty personalisht, se kjo është një kontradikt, do bëjmë këngë për festivalin RTS, apo do bëjmë këngë për Eurovisionin? Ka vite kjo si kontradikt? Është shembulli i Rona Nishlivut, i sakt. Më ka ardhur Xhani Ciku, më ka thënë, doni këngë për Eurovision apo për festival? Unë i kam thënë, nuk ti e kryetari i jurisë, tu je juris, ja u kam thënë, po ja u them. Unë du këngë për festival. Eurovisioni është gjë tjetër. Kur bën festivalin, Eurovisioni ka punë e vetë, është automatikisht. Pse duhet ta fusësh? Mos e fut. Edhe këtu ka këmbgulur edhe ai pasaj që Rona t'ishte, sepse sipas disa të tjerëve. Edhe mund të mos e kishin fut fare, Ronën. Nuk ishte Rona në planet e administratës së radio televizionit atëhershëm për të fituar. Ishte një këngë që unë se mbaj mend fare sot. Ama kujtoja, apo se kujton të? Cila ishte, aman? Se kujtoj, ma është një këngë tip rogu, kështu është një rokis, dhe se mbaj mend tani. Do më kujtohet, ndoshta pas intervjistës. Po, do të kujtohet pas intervjistës. Cila këngë të ka mbetur peng që nuk ka marrë atë maksimumin e saj në Eurovision? Eugen Bushpepa. Edhe mua më ka pëlqyer ajo këngë. Ka edhe tjera, për isë vërtet, për shumë edhe kënga e Aurelës, atëherë thuaj ndër 3 këngët. Syri në finale, Aurela? Po syri në finale. Ndërkohë që nga juria e festivalit,
është e gazetarëve, është ndër 3 më të mirat. Po, e çuditshme. Subjektiviteti dhe atje është një festival i çuditshëm, me njerëz çuditshëm që shpesh herë prodhon gjëra të çuditshme. Po, fiks. Po të kërkoni të bëheshe sërish drejtori RTS-s, të bëheshe dhe çfarë do bëje ndryshe? Që ai institucion mos të funksionojë si një Big Brother më vete. Me që jemi tek hipotezat, njëherë unë e kam mbyll problemin me radio të televizion shqiptar, edhe s'me intereson fare, por çfarë do bëja ndryshe s'do bëja asgjë, thjesht do bëja të gjitha gjërat që kam bërë deri në vitin 2017, kur i kam dorëzuar drejtorit një buxhet dhe një RTS me 6 milion euro të gatshme për t'i përdorur, dhe ato do t'i përdorja pikërisht për të rritur profesionalizmin e tjera tjera. Por, këto janë mundësitë e një menaxhmenti. Pastaj vim tek pjesa politike, që se ke ndorë. Me këtë politikë që është unë do kisha ikur me kohë. Po shqyr, kam bjetuar deri atëherë dhe jam i kënaqur. Tani po bëm pena, në? Po, pena.al është një gazetë. Është gazeta jote. Mund të ketë çdo gjë. Virtuale. Po, virtuale. Ku ka çdo gjë përveç kronikës zezë. O, sa mirë ke bërë. Sa mirë ke bërë sa ajo kronika e zezë, si kur na e nxit jetën. Nëse ka një gjë që edhe mendërisht e smur të popullin shqiptar janë gazetë dhe portalet. Po, e vërtet. Dashuria është ndjenja më e fortë që na mban në shina apo na nxjerr nga shinat? Dashuria është ndjenja më e fortë që na mban në shina. Për mua personalisht quhet Anila Bisha Leka. Që është një bishë e vërtetë edhe në mendje. Se e di përveç në janë 2 djemtë e mi, Fabio dhe Arbi, jam krenar për ta, i kritikoj vazhdimisht, ata mendojnë që janë krenar me babën e tyre, por unë ju them që unë dua të jem baba i Arbit dhe Fabios. Ndonjëherë edhe ma thonë ndonjëherë. Njerëzit në tentativë më të mirë. Më të mirë se sa ty. Dhe unë do isha shumë i lumtur dhe i kënaqur që ata unë t'jem babaj atyre, dhe që deri tani nuk më kanë zhgënjyer, janë shumë mirë, duhet të bëhen shumë më të mirë. Anila s'ka nevojë të bëhet më e mirë. Anila është si Vera që bëhet më e mirë me kalimin e kohës. Tani ju jeni puthur në seancën gjyqësore me Anilën dhe aty lindi gjithçka. Jo lindi. Kishte lindur, aty u finalizua. Puthje në një seancë gjyqësore. Në seancën e gjyqit, po. Kur ti u burgose, kur ti u burgose për çfarë u burgose? U burgosa për agitacion dhe propagandë? Pavarësisht se kishin kaluar agitacion e propagandë në versionin demokratik. Ishte për sekret shtetëror, u kalua pasaj se s'kishte asnjë bazë në shkallën e dytë, u dënova prapë me të njëjtën për fyer dhe shpifje, në fund fitova pa fatësinë gjykatën e lartë dhe dola. Edhe dole, 3 muaj bëre. Po, nga 31 janari? 31 janari deri me datën 3 maj. 3 maj i vitit 94. Dhe një homazh ja bëj tani, u bë për homazh Kadareja, i cili ka ndihmuar shumë që unë të lirosha para se të merrja pajsin me atë dekretin e famshëm të faljes në Asali Berisha. Po lirinë e shtypit? Po, ishte dita ndërkombëtare e lirisë shtypit. Ne se dinim, Saliu i tha Ismailit që nuk e liroj dot se nuk kam, kur të vinë festat e nëntorit i tha. I tha, lej festat e nëntorit, tha ke ditën ndërkombëtare të lirisë shtypit. Ku është, tha ky? Me datën 3. Hajde mirë po bëjmë. Kështu bë. Po ti kishe mik edhe drejtora Gollin? Shumë mik. Për cilin mund të them lë kokën për krimtarin e tij? I ndan dot apo i ke të dy kështu? I kam. Se janë shumë të ndryshëm. Mirë, kam histori shumë me të dy. Të dyve ju kam marrë intervistë, për shembull, për ta botuar nesër, edhe kasetofonin
e kam ngatruar, në vend që ti dhe jap play, kam dhënë rekord, i kam dhënë play, po me Kadareni kisha shumë vështirë, me Agollin Jahodha, po me Kadareni e pata shumë vështirë. I thash Elenës, i thash aman, thuj shu, sepse më ka ndodhur diçka, i thash që në gazet ndodhi diçka e shtym, ai ishte strikt për këto, i donte gjërat shumë. Pastaj në fund i thash, unë i mbaj mend, thash, përgjithësi, thash, ta bëjmë edhe herë, e bëjmë edhe herë atje, në fund i thash, të ta them ta një histori, thash, gabimisht kam shysh. Po të më thoja, tha, pse sole, vërdale, edhe kështu, hajde gëzuar. Po, atëherë emocionoshe, kur intervistoj njerëz shumë të mëdhenj, aty të ndodhte gjëma. Po, sepse ata ishin idhuj tanë, të gjitha idhuj tanë, shkrimtarët, artistë, këngëtarët, imagjinoni për shembull, një herë kur bërëm drejtori i radios nuk linin Aurela Gaxhën me hy brenda. Pse? Sepse ka një rregull që duhet firmohet, ula vetë poshtë, tha ati, Aurela Gaxha, institucion dhe gjithta që i dëgjon ti në radio, televizion, duke kënduar, edhe duke folur, nuk ka nevojë për leje asgjë, edhe as për lejen e sekretarët, në gjithë ideja e këzura ime. Kështu punohet. Gëzuar, Martin. Gëzuar. Martin, tani do shuaj metjen e verës me premium roze nga Premium by Lajthiza. Gëzuar, unë e kam hapur më parë, ti hape tani. Hajde gëzuar. Faleminderit edhe ju për ftesën. Gëzuar, ishte kënaqësi. Urime edhe suksesin sezonin e ri. Shumë faleminderit. U kënaqa me bisedën me ty. Bisedë intelektuale është me çfarë themi tani? Apo ja? Bisedë interesante është me njerëz të bukur si puna jote dhe sigurisht gazetar të shquar në fushën e tyre dhe unë jam shumë i lumtur dhe i kënaqur që ne bashkë kemi bashkëpunuar shumë në kur ti ishe në gazetën Panorama. Them me ti, në gazetën Panorama dhe më vjen shumë mirë që edhe shkrimtarja e Denje Jotja është në pjesën e artit. Më vjen keq që kam ikur, që nuk e pata në njën nga festivalit, po mendoj që do jetë. Do jetë. Gëzuar. Gëzuar. Në roze. Gëzuar. Tani me që erdhëm në fundin e intervistës, duhet të falenderoj sponsorin tonë të dashur, Lajthiza. Kompania shqiptare Lajthiza ka vënë në funksion linjën e parë në Europë dhe në botë për paketimin e ujit në shishe prej 5 litrash me kapacitet prej 12.000 shishesh në orë. Kjo arritje klasifikon Lajthizën mes kompanive më moderne të industrisë së ujit në Europë dhe Ballkan. Linja e re është e prodhuar nga kompania gjermane Krones me teknologjinë më të avancuar dhe higjienike, pa kontakt ergo block. Ky sistem inovativ integron fryrjen, mbushjen, etiketimin dhe mbylljen e shisheve në një proces të vetëm, duke garantuar cilësi, efikasitet dhe kursim të energjisë. Lajthiza Premium Water. Martin Leka, emrin e ke Leka me lek. Të shtofshin ty. Të shtofshin edhe ty. Është t'ja shtuar ty? Me thënë drejten, mua nuk më jam shtuar, po jam i kënaqur me jetën që bëj, sepse më ndihmon shumë Anila, që është drejtore e një shtëpie botuese, tani kanë dalë në punë edhe 2 djemt, të cilët me që është fillimi, nuk është se nuk kërkojnë, po kërkojnë shumë më pak se sa kur ishin pa punë. Kjo është e bukur. Kështu që përgatitur. Po, do përgatiten, po djemt kërkojnë sepse bëjnë këto krahasimin me fëmijët e oligarkëve rreth e rrotull. Nuk janë nga ata që kërkojnë. Të thonë si su bëre ti oligark? E kishën në dorë dhe nuk u bëre? Ka ndonjë rast që edhe thonë, po pse su bëre deputet? Po çka në ta tjerët më shumë se sa ti e kështu? Po i themun që kanë nuhate tjetër për biznesin. Gëzuar. Gëzuar. Për ne që su bëm do të oligark.